fotografinë, po flas në mënyrën e të menduarit. Do thënë dhe ne sepse na thoshin më përpara, mendoj çik jashtë kornizës, po ne e gjenim një zgjidhje. Sot as nuk mundohen ta gjejnë zgjidhjen. Shkojnë te çati ose te çimi, them unë. Edhe i thon çimi si zgjidhet kjo, tak çimi përgjigjen. Çimi e kemi thënë dhe kemi stërthën, unë ja u lejoj studentëve të përdorin ChatGPT-n ose çimin, si të duan. Por ato që e përdorin si motor kërkimi për të pyetur një informacion që ata e kanë në mendje, është 1/20. Është shumë e ulët. Edhe është për të ardhur keq që me gjithë të sasi informacioni që ti ke, ti nuk kanalizon dot një iden tënde. Ne në kohën tonë kërkonim faqet e 30-a në Google. Sot, jo që s'hapet më Google-i se shkoj direkt te ChatGPT-ja, por edhe informacionet që të jep AI, mos them 50% të rasteve janë të gabuara. Sepse AI të jep zgjidhjen që ti do, jo zgjidhjen që duhet. Janë gjëra totalisht të gabuara. Sidomos në zhanrin artistik flasim. Deri para një viti AI nuk gjeneronte dot gishtat e njerëzve, sot po jep mend se si ti drejtosh jetën tënde.